Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, futini fasulet në ujë para gatimit dhe rezultati do ju befasoj. Shumica e njerëzve fillimisht i lën fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime tepër të shëndetshme për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidh elementë të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri, zinku, për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi, përpara se të arrijnë të kursejnë ndonjë përfitim prej tyre. Gjithashtu, acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit te vegetarianët, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thot endokrinologja Zuhra Pavlova. Por cilat janë ushqimet të cilat përmbajnë acid fitik? Pavlova thekson se tërshëra, orizi, gruri, të gjitha drithrat, fasulet, thjerrzat, kikirikët, bizelet dhe soja kanë shumë acid fitik, si edhe disa arra si lajthit, bajamet. Pavlova shprehet se një sasi e madhe e acidit fitik gjendet edhe tek farat e lulediellit, lirit, kongujve dhe farave të susamit. Të gjitha këto ushqime përmbajnë një numër të madh të lëndëve ushqyese për të cilat organizmi ka nevojë, duke përfshirë fibrat, ndaj nuk duhet që të hiqni dorë prej tyre. Por le të kthehemi tek fasulet, për të cilën ne kemi vendosur që të flasim pikërisht në këtë video. Në stinën e dimrit fasulet janë ndoshta ushqimi më tipik i shqiptarëve. Megjithatë, duke mësuar për të gjitha vetitë shëndetësore që ne marrim prej tyre, ju do të kuptoni se nuk jemi populli i vetëm që i konsumojmë shumë. Ato janë të shëndetshme sepse janë të pasura me fibra të tretshme. Fibrat e tretshme ndihmojnë që ne të ndihemi më të ngopur, pasi ato ngadalsojnë tretjen dhe shkallën e urisë deri në momentin që stomaku ynë ndihet bosh. Kjo sjell përfitime për nivelin e sheqerit në gjak, duke ndihmuar kështu në kontrollin e peshës. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe për të ulur nivelin e sheqerit në gjak dhe kolesterolit. Janë të pasura me proteina. Zakonisht fasulet kritikohen për përmbajtjen e lartë të proteinave, por realisht nuk është i saktë ky evidentim, pasi në 15 gram fasule të gatuara ato ofrojnë vetëm 25% të nevojës ditore të organizmit për proteina. Përmirësojnë gjithashtu shëndetin. Konsumi i fasuleve në një mënyrë tepër të rregullt gjithashtu mundet që të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit në forma nga më të ndryshmet. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në kontrollin dhe uljen e rrezikut të diabetit, reduktojnë rrezikun e disa llojeve të sëmundjeve të këqija, ulin nivelin e kolesterolit dhe të trigliceridëve dhe gjithashtu ndihmojnë në balancimin e peshës nëpërmjet kombinimit perfekt të proteinave dhe të fibrave. Gjithashtu ato janë të pasura në vlera ushqyese. Krahas të qenurit me proteina dhe fibra, fasulet dallojnë për një përmbajtje të lartë të elementeve si folat, hekur dhe gjithashtu kalium. Nga ana tjetër, duke qenë se fasulet mbeten një nga ushqimet e preferuara sidomos tani në stinën e dimrit, ne këtu do t'ju sjellim mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasule perfekte. Përpara se të filloni, një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është pikërisht që të dini vjetërsinë e tyre, dhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, sigurohuni që t'i konsumoni ato brenda vitit.
Përpara se t'i përdorni përgatim, duhet që t'i shpëlani me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si edhe t'i qëroni ato të cilat janë të prishura. Vjetërsia e fasuleve ndikon drejt për drejt në kohëzgjatjen që nevojitet për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton gjithashtu kohën e përgatitjes dhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Në qoftë se ju do të shtoni krip në ujë, do të formoni një lloj shëllire e cila do të mundësojë që lëkura e fasuleve të çahet më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë e vjetër e të gjitha ambisave shqiptare. Ne ju këshillojmë se mjafton që t'i hidhni fasulet në një enë dhe t'i mbuloni ato me ujë dhe të shtoni një lugë gjelle me krip për çdo 500 gram me fasule. Lërini në ujë për rreth 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni ato për recetën tuaj. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujë kur zhyten fasulet nuk i lejojnë ato që të zijnë plotësisht, por në të vërtetë ndodh që ose fasulet kanë qenë të vjetra ose kanë kërkuar shumë kohë të zbuten ose as nuk janë zbutur fare, si edhe uji i shtëpisë tuaj mund të ketë qenë i pasur me klor dhe me shumë minerale, të cilat i japin atij një fortësi dhe nuk lejojnë zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për ta anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon ose jo, në kohën e zgjerrjes së fasuleve mundet që t'i zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës shtoheni në fillim apo në fund të gatimit sipas preferencës tuaj. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është edhe zbutja e shpejtë, e cila mundëson që ju të përgatisni recetën tuaj vetëm në disa orë pas sakrifikuar teksturën apo shijen. Vendosini fasulet në një tenxhere të mbuluar afërsisht me 4 gishta me ujë. Tenxheren lëreni në zjarr derisa ajo të zgjejë. Pasi të ketë vluar, hiqeni atë nga zjarri dhe më pas lëreni në ujë edhe për një orë. Kullojini, shplajni dhe më pas vazhdoni me recetën tuaj, ose mos i zbusni në ujë. Ky është një sekret që mund edhe të mos e dini. Mund t'i gatuani fasulet edhe pa i zbutur ato në ujë. Mjafton që ju t'i zhysni ato në tenxheren kur keni vendosur që të përgatisni recetën tuaj dhe t'i lini për 1 ose deri në 2 orë duke zier. Ne ju këshillojmë gjithashtu që ju të keni kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Her pas here shtoni ujë, lëng, perimesh apo mishi, aq sa fasulet të jenë gjithmonë të mbuluara. Vazhdoni me këtë proces derisa ato të jenë gati. Gatimi i fasuleve me tenxhere të zakonshme. Vendoseni fasulet në një tenxhere ku do të hidhni ujë derisa të mbulohen plotësisht dhe më pas kalojeni ato në zjarr të ngadalt. Ne ju sugjerojmë që t'i përzieni shpesh në mënyrë që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato do të bien në fundin e tenxheres, do të çahet lëkura dhe do të zbuten tej mase, duke rezultuar kështu në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së fasuleve, kohëzgjatja e zgjerrjes së tyre lëviz nga 1 deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.